Ka pritur dhe përcjellur deputetët me çfarë disponimi kanë ardhur të zgjedhurit e popullit dhe cilat ishin pritjet e tyre para se të niste seanca, mësojmë nga qendrisa. Në fakt më shumë se brenda seancës plenare u fol këtu jashtë kuvendit të Kosovës, pasi që një disponim relativisht i mirë deputetëve nga të gjitha partitë politike për të deklaruar para mediave që i pritën këtu në hyrje të parlamentit të Kosovës. Kanë qenë nga të gjitha partitë politike, kanë shprehur qëndrimin e tyre nga Partia Demokratike e Kosovës e po ashtu edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, duke thënë që nuk kanë ndryshuar qëndrimin e tyre në lidhje me votimin në kuvend në këtentimin e 20 për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Derisa një farë ose një farë ndryshimi ka qenë mes partive të tjera, përfshirë këtu Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës me Ramush Haradinajn, po ashtu edhe Nisman dhe Duda Baljen që së fundmi është ullur, është rreshtuar krah Haradinajt në këto zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës. Ka qenë pikërisht Haradinaj i cili ka deklaruar këtu që ende nuk e ka marrë një vendim nëse do ta votonte Fatmir Limaj, ish partnerin e koalicionit nga Nisma Socialdemokrate për kryetar të kuvendit, donse u pyet disa herë Ramush Haradinaj nuk tregoi nëse vota e tij është pro ose kundër komandant Çelikut, siç e tha Kurti vet kur foli për këto zhvillimet, për takimin vet me Limajn dhe dëshirën e tij për të bërë kryetari i kuvendit. Derisa një informacion tjetër tehet me rëndësi mund themi edhe Haradinaj këtu para derës së kuvendit në lidhje me 3 deputetë të tjerë që i ka marrë tash në grupin parlamentar, ndonse jo zyrtarisht, por në bazë të deklarimeve të tyre, Duda Balje, po ashtu Veton Berisha dhe Adem Hoxha, sipas Ramush Haradinaj, po kontaktohen vazhdimisht nga anëtarët e partive opozitare të bashkuara, deri tash opozitare, por tash në pushtet në Maqedoni të Veriut vlen. Ata sipas Haradinaj kanë kontaktuar 3 deputetët që i ka tash ky dhe po ju kërkojnë me patjetër që të votojnë Albulena Agjiun për kryetare kuvendit, po ashtu të votojnë edhe qeverinë e kryeministrit në ndërheqje Albin Kurti të ardhshëm, nëse mund të bëhet një e tillë. Derisa tha që po bëhen shumë telefonata dhe shumë njerëz po u shkojnë te dera këtyre 3 deputetëve për të votuar. Këtë gjë në fakt e konfirmoi edhe Duda Balje, e cila tha që i është ofruar në fakt pozita si një profesoresh në një universitet në Maqedoni të Veriut, atje ku kishte aplikuar shumë kohë më parë, por që kishte dështuar të bëhet profesoresh, e tash sipas Duda Balje si kanë marrë fjalë që nëse voton pro Albulena Agjiu dhe dëshirave të Kurtit mund të bëhet profesoresh në Maqedoni të Veriut. Derisa një konfirmim të tillë nuk e kemi marrë ende nga Adem Hoxha ose Veton Berisha, pasi të njëjtit nuk i kemi parë të kalojnë këndej nga hyrja nga komuna, si themi ne, e kuvendit të Kosovës. Padyshim që do të tentojmë gjatë ditës i marrim edhe për shtypjet e tyre dhe deklarimet e tyre në lidhje me këtë çështje, por të tjera, se çka u thamë në detaje, po ashtu edhe deklarimet e partive të tjera në lidhje me votimin ose jo të Fatmir Limajt, nëse do të propozohej si emër për kryetar të kuvendit, ne padyshim që do t'i sjellim për gjithë shikuesit e televizionit në edicionet të tjera informative. Faleminderit shumë qendresa për këto detaje dhe krejt paranisjes së